Edhe kur dalin ata tipa tani dhe fillojnë me ato teoritë të tyre, domethënë që shiko se tani un po them një urtësi 700 vjeçare këtu dhe ma merr parasysh atë që do them, edhe ti e zbaton sepse e tha ai apo ajo, aty pastaj ti pa kuptuar i ke vënë minën mirëqenies dhe lumturisë tënde, sepse e tha ajo. Si tha doli njëra aty që ka shumë influencë ajo, delte diela shqiptare ajo atje. Kush e? Ajo që delte diela shqiptare? Si ka ima? Eni Çobani. Po. Eni që ata i përshëndesin gjithë nga Zelanda e Re, nga Afrika. Jo, i përshëndet ajo gjithë shqiptarët në gjithë sepat të botës ajo. A e përshëndesin atë? Po. Po. E përshëndesin dhe ne, inshallah na përshëndet ditën e diel. Po, që domethënë shikoni, vazhdoni ta shikoni këtë emision se shive tha gjithë media e shqiptarëve në cepat e botës shohin neve. Po. E zgjidh hallet e shqiptarëve realisht. Po i zgjidh shumë hallet e shqiptarëve. Ajo thjesht bëhet ai spektakli atje, ajo nuk duhet të quhet shihemi në gjyq, ajo duhet të quhet rrihemi në gjyq. Kupton se aty ofrohet spektakël shqipave. Jo. Kanë qejf se si fillon e ndjeseni se kam ndjek më. Unë nuk e shoh atë sepse dihesh një falsifitet i gjallë atje. Pse ti mendon se është një skenuar gjithë aty? Ato po nuk uzin atje nuk ka emisioni sukses. Nuk ka klikime. Është një formë tjetër Big Brotheri atje. Kupton? Po trajtohet në formë tjetër. Thjesht ajo bën atë rolin e asaj të avokatës së madhe. Ajo nuk është si thot njerëzve që zgjidhuni ju me njëri tjetrin. Jo, nuk e thot. Po e nxit atë pjesë. Ato pyetjet që bën, do të them se do futemi ke pjesa e pyetjeve thoni. Po si e mendon ti këtë zonja Bedrie, domethënë, edhe a dy mënyra se si ato pyetje që bën ajo, di se çfarë përgjigje do japi ajo, që ta cerohet ky krau tjetër këtej, edhe del ai pastaj ose ajo, del nga kafazi atje, tjetri pastaj do heqë rrypin aty, do bëjë Skënderbeun, edhe fillon ajo spektakli pastaj, kupton? Edhe aty fitojnë klikime këto, fitojnë shikueshmëri. I ke gjithë përqendruar te ai emision. Edhe aty fitoi ajo pastaj. Edhe kishte dalur kjo, pash një video atje në TikTok. E përdor TikTokun. E përdor TikTokun. Je kundër je kundër mbylljes TikTokut? Jo, s'jam fare kundër mbylljes TikTokut. Je pro. Po pse po duam ta mbyllim? Jo, pritje, jam kundër mbylljes, po. Kundër mbylljes po pra. Kështu e thash, okay. Kundër mbylljes. Pse je kundër? Dhe pse mendon ti si po mbyllen? Se më shmike nga jeni. Aha. Pas do kthehen prapë ke shiun e gjyq. Po zero. Jo, nuk harroj se kemi shumë. Edhe po tani jam kundra sepse ai nuk e shikoj si zgjidhje. Domethënë, na do aq mirë qeveriu neve, na do aq shumë. Ai që nuk e zën gjumi, që theti nga që punon shumë, saqë mendoj si mjet ndalimi i shthurjes së rinis, TikTokun tani. Kupton tani? Po e ka vetëm atë. Nuk e ka as me Instagramin, nuk e ka as me YouTubein, nuk e ka as me Facebookun. As me Enin, se edhe po se edhe keq as me Big Brotherin me këto, po. Nuk e ka fare me këto. As me këto partit që bëjnë këta që thonë unë jam laci lagjes, droga më shkon ose me këngët e me këto. Edhe pistoletën e kam në te jastiku kravatit këtu, as me ata që japin mesazhe të tilla që të bëjnë kaubojë të rinë sot. E ka vetëm me TikTokun. Sepse aty po shikojnë që njerëzit po shkëmbejnë shumë mendime, po hidhen shumë ide. Edhe nuk duan domethënë që të krijohet ajo orteka që do shërbejë që ti bik tit pastaj, asaj që ky do të cilli pastaj do po shkon për mandat 4 këtu tani, Po. Apo për 5, 4. Po kena harru, po diku. Kena humb numrin. Po. Aq kështu domethënë sultani shikon veten, edhe shikon si rrezik atë. E shes si rrezik pra, prandaj nuk është se ka jo për të mirën tonë, apo për të mirën tonë, ndoshta po apo për edhe ajo mund të na thoni, le të themi njerëzve si për çfarë po e mbyll sultani Edi Rama TikTokun, pse do të na heqë TikTokun, si e shihni ju këtë vendim tin, se tashmë është vendim i qendrim, nuk është më është vendim, po s'po e arrin dot ta mbylli shkres. Ti e ke hap akoma domun. Unë kam hap, pastaj është ajo shpreha që shteti bën ligje, populli ligjen shtigje domethënë. Kështu që çoj kur do ja dali tani. Më qendro pak te Eni Çobani kur sheh këto videot pra kur ishin në rrjetet sociale. Kishte bërë një video tani së fundi atje dhe thoshte që shiko tha, gruaja duhet të jetë e pavarur ekonomikisht nga burri, duhet të ketë Çobani, bëhet thirrje. Po, do të bëhet, duhet të dali dhe të punojë, të ndërtojë atë ekonominë e vet. Që mos jetë varur nga burri, domethënë, që të jetë zonja e vetes. Ku ka lexuar, ku ka vërtetuar, si mund të arrijë një njeri, domethënë, influencer. Kjo që merret me këto ligjet, me këto gjërat, ajo ka shkuar kush e di në sa nene ka shkuar, ka kundërshtuar me këtë që po thotë, se ai po i fut minën familjes me këtë që po thotë. Po prish balancën e familjes. Sepse aty domethënë çfarë po bën kjo? Po fut një konkurrencë brenda çiftit.
Jam unë i pari, s'kam nevojë për ty sepse nuk të pyes fare sepse aty fillon gjë, ajo pavarësi ekonomike. Nuk thoshte atje për shembull që gruaja duhet shikoj mos dalin nga roli i saj madhor që ka, që është të jetë një bashkëshortë e mirë, të jetë një nënë e mirë, sepse ajo është një super punë, super e mondimshme, që vetëm aty po ty përkushtohet, ajo nuk i mjafton, i duhet shumë fuqi. Më shumë punon gruaja se sa burri. Po kjo çfarë thoshe tani? Kjo të dali dhe gruaja nga shtëpia, të bëj karrierë, ajo karriera e famshme e grave, që nisi me lëvizje feministe, që e financon Sorosi, që të dali gruaja nga shtëpia, që të taksohet edhe gruaja, mos të taksohen vetëm burrat. Plan, prap, sistemi, qëllimisht. Dëgjoni me vëmendje Aleksin. S'ka lidhje liria këtu, liria e grave të drejtave. Kush e ka më të drejtën grave më? Kush i ka thënë mos dali me shoqet e të pi kafe valla. Po si e paraqesin atë lirinë, një liri e abuzimi realisht. Kupton që të dali komplet shturët. Ato mesazhe po kalon te aty. Edhe aty domethënë thashën çfarë duke bërë kjo më valla. Pse ka që ka atë ndikimin, atë influencën, domethënë kjo tani po kalon ato mesazhe të tilla. Po e shkatëronte familje fare. Nuk po thoshte atje shikoj që ta respektosh burrin, edhe po pati ai kapriço të kesh atë durimin që ta zbushësh me mënyrën tënde. Se femra mahet më shumë për botën emocionale, ka më shumë zemër. Kurse burri ecën më shumë me tru, femra ecën me zemër. Prandaj duhet jenë të dy bashkë që të plotësojnë njëri tjetrin. Kjo thoshte shikoj se ti duhet dalësh veç, duhet jesh e pavarur. Pritet valla çfarë tu thon? Kush e hoqi pavarësinë asaj tjetër? Domethënë ai me stil po thoshte mos pirë fare për burrin, sepse tek e fundit mund të bëhesh ti burri i shtëpisë, që ta shtypësh atë atje, të duket ai si grua pastaj. A jemi sot në këtë pikë? Edhe sistemi ka arritur goxha këtë pjesë. Ka arritur, a jemi sot? I ka dhënë ai shumë të drejta, pa lidhje të drejta. Kush e ka mohuar të drejtat? Po janë të drejta. Këto duket edhe si ofenduese, duke kërkuar të drejtat, ndërkohë që edhe po kur ti kundërshtosh këto që janë domethënë si abuzime realisht, do thotë jo se ti je kundër të drejtave sepse na do neve se ju shikoni gratë si skllave që t'ju shërbejmë juve. Kush e ka thënë këtë më vëlla? Neve mashkulli, një burr, gruan e tij e ka mbretresh alla. Nuk i shikon kurrë si skllave, domethënë pse ka kalur kjo opinion i gabuar, domethënë që burri po shfrytëzon gruan. Domethënë kësaj pjese po i mshojnë, edhe po i fusin një konflikt njerëzit, këto çiftet me njëri tjetrin. Edhe dalin këto divorcet që thati çfarë që po shtohen. Se ja mushin me budalliqe valla. Pak do ajo, i mbushet ajo atje dhe fluturon. Si ajo tjetra që thoshte atje prap te Eni. Do dalun pi kafe thot me shoqëninë time për kokrën e qefit se çfarë thoshte atje. Me çontën krah, e piça. Po dëgjoj. Arrogancë kardinalesh kishte ajo aty? Jo, domethënë është e vërtet kjo Aleksi, po ta shohësh, po ti lidhin pak gjërat miq, për gjithë ato se çka ndodhin realisht në Shqipëri për shkak të këtyre influencave, media tjetra. Ato ishin po ti shohësh, ata njerëz, ai çifti aty ishin një çift vuajt. Çift që i përkasin një zonë le të themi periferike, jo në Tiranë ku jeton zonja Eni dhe ku e ka zhvendosur jetën e saj, ku ndërvepron. Edhe këta luajnë pak le të themi me mendsinë intelektuale të njerëzve, pa i paragjykuar ata njerëz që janë shumë të nderuar, të respektuar, të vlerësuar për punën dhe gjërat që bëjnë. Këto po e përdorin dhe keq përdorin historinë, ngjarjen e tyre, që mund të ketë qenë diçka shumë e vogël që mund të ndodhë çdo kujt nga ne. Një keq kuptim. Thjesht nuk po gjehet ajo gjuha që të krijohet dialogu. Këto tani kjo shkon fut spica më keq, domethënë. Po se nuk për ta ngarkuar, ajo që theti që gjen formën me tek pyetje për të ngatruar se e di se çfarë si të reagojë. Po nuk nisën mirë alla spektakël atje. Dhe ajo familja i çifti janë akoma sot me probleme. Ashtu. Vetëm për një emision. Jo se kanë parë që kanë shkuar te ky frut, ky çift bashkëshortësh. Ka shtrydh zonja Eni, ka shtrydh një televizion tjetër, ka shtrydh dhe një media tjetër, ka shkuar gjithë dhe kanë bërë këtë familjen e këtyre fortele. Nuk janë më familje ato. Po ti shohësh kanë ngarkesa shumë emocionesh negative. Po pra po. Si një thot shumë se ashtu ne këto komente gjëra, dhe aq është ne jemi dobët. Njerëzit, ne jemi dobët. Në këto vendet e ndryshme që ka shkuar kjo familje, ato vendet e ndryshme kanë luajtur në një farë mënyrë atë rolin e psikologut, domethënë, ato që do t'japin zgjidhje problemit, konfliktit. Po. Edhe megjithatë, aty i ke.
Edhe pavarësisht atij niveli që kishte ky çifti, kjo kokra qefi që thoshte, pavarësisht asaj, e megjithatë kaluan ato idet e këtyreve, edhe ajo filloi tu bë gjeli në vend se ishte. E vërtet prapa. Kaloi prapa ajo gjë. Këtë gjë po bëjnë ato aty domethënë. Por deri diku unë qyt pafajshme zonjën, ajo për kokrën e qefit. Se është e vuajtur, është etj, por ka dominuar mendimi i saj, psikologës, siç është influencerja. Në fjalë. Në fjalë që po thonë. Pra, deri diku këto janë ato psikologët sot. Pra, tani shumë gra i ka bë për vetë ajo, siç tha ai tjetri, ai legjenda, ai atje tha që i tha, ju zonja Eni tha, kush legjend? Ai me këtë që do them do e kuptosh kush, se më emrin tani. Që tha, jeni kthyer në mburojë të padeportueshme të femrave. U zgjodhi të them një fjalë kësaj, se thotë do ja them Enit. Ai më legjenda për çfarë ishte. Që tha, erdhi nga xhungla që jetojnë gjithë me i dhe këtu. Nuk e di sa që shoha të marroj. Ki hakrret asaj direkt. Ashtu ai ishte shumë i logjikshëm, ishte shumë njeri papam. Ishte domethënë i kishte mendime të qarta ai. Edhe kjo tani, kjo që thot 1-2 na e bën me të madhe atë si flamur, ligji thoshte, kjo ligj zbatuesja e madhe. Ku ishte kjo gjatë kohës pandemisë, që na rastën në përshpira, na burgosën na futën në përshpira aty mos lëvizni. Nuk fleta për interes për ty, për tjerë. Ku ishte kjo dhe na thoshte sa nene u shkelën gjatë asaj periudhe atje ku na futën si zogj nëpër kafaze. Ku ishte shkelja që bën njerëzit edhe neve apo ishte alarm, ishte kështu situatë urgjente ajo do thuash, ë? Atje? Edhe u shkelën lirit. Sado urgjente të jetë një situatë, nuk mund të shkelet liria jote. Ktu do të kishim çoshin neve një mesazh për të shkuar me ble bukë valla. Aty është katastrofë fare. Edhe ç'a bën tani këta? Si duhet. Ç'a bën tani këta? Shkonte arditi dhe i bite me organove të atyreve atje që mos dilni nga shtëpia juve se do ja usillim neve. Po, që shkonin çdo lagje. Do ju kënojnë poshtë balkonit neve dhe dilte nona aty ja bote kështu, po kapte vetëm atë që ishte kështu pozitive, se na një tjetër që i lçote në ai vazo aty atë zë kapte. Se kishte edhe nga të tillë. Kupton, aty kaloi një trysni frike domethënë. Edhe kjo që na reklamon ato ligjet e famshme, aty nuk u duk fare kjo. Tani na doli prap tani, bën atë fryrën aty del kështu, me ato makiazhet ku dëgjon sa lek argjon. Edhe tani po na tregon për ligje. Edhe nuk zgjidhet asgjë. Thjesht fusin sherr njerëzit aty ku mblidhen. Prandaj mje kishin dhënë ato çunat, rrihemi në gjyq, është jemi në gjyq. Spektakël e burr, spektakël. Thjesht e ketë teleshikueshmëri kanali atje, kush e di sa koordinon njëkohësisht për të pa ato aty. Edhe ja kput ky tjetri pasaj. Telebingo thot ky tjetri. Knej u mbyllën qendrat e bastave. Kurse atje kumari na që ka e liqshëm atje, shive tha, do merrni keni këtë makinën këtu në sfond që do e fitoni. Del ajo shala aty që tundet me një pace që i duken vetëm dhëmbët atje, shive tha. Ato po lënë me trurën e njerëzve valla. Kupton? Ka shumë shqiptarë që marrin telebingo. Ç'a kuptimi ka që u mbyllën pikat e bastave, ndërkohë që ti njerëzit i ketë përqendruar atje, se kanë hull atë flet, kanë bë atë faturën aty, kanë plotsuar atë kur ti bie numri i tyre shorti. Prap i mbajnë prap tek ajo idea e kumarllokut. Aty po lyn bixhos prap. Hajde por tani. Po mirë, këti kanë probleme, vim shihem në gjyq, nga këtu pastaj kalon direkt rubrika, sikur nuk lidhen me njëra tjetrën si ideologji. Po nuk lidhen në burr se s'ka lidhje, ajo thjesht janë ore luajnë me njerëzit i marrin. Nga çan hallën njerëzve, shihem në gjyq, le ta marrim si të mirëqen atë, kalon direkt për të ha probleme me njerëzve me telebingo me bixhoz do. Po, ju kemi këtu që po na shikoni, tha, po ja u kalojmë me këtë tjetrën se ashtu ju jeni mësuar juve. Atë doni, atë po ju japim. Unë sa herë i them disave atje, i them ore kur i shoh rrugës to vajzat që ato s'kan faj, ata rrogën e tyre dun. Po. Që presin këta njerëzit që plotësojnë ato faturat, biletat. I them, ore, po ky është kumar që jeni duke bërë, jeni duke luajtur bixhos tani thashun. S'ka kuptim që janë mbyllur dhe ndërkohë që ju jeni duke luajtur tani. Jo nëpër qendra, jeni duke luajtur bixhos mes rrugës. Hapur fare. Igër aty çpun ke ti shif punën tate. Ai reagimi i bërë harbut direkt. Unë po nisem për të mirën tënde. Po s'kupton, jetë fol gjutuj. Po jetë fol gjutuj. Nëse, hajde bën. Se kupton gjuhën.